Në takimin e sotëm në mes Komisionit për Çështje Ekonomike, Punë dhe Politikë Sociale dhe përfaqësuesve të sindikatave, janë propozuar ndryshime në ligjin për marrëdhënie të punës në fushën e përfaqësueshmërisë së sindikatave. Ndryshime të cilat parashohin uljen e përqindjes së përfaqësueshmërisë së sindikatave nga 10 në 5%. Kryetari i këtij komisioni, Bojan Stojanovski, deklaroi se qëllimi i këtij takimi ishte një diskutim i hapur lidhur me miratimin e ndryshimeve në këtë ligj me procedurë të shkurtuar. Kjo mendoj që do ta demokratizoj përfaqësueshmërinë e sindikatave në Këshillin Ekonomiko-Social dhe do t'ju jap mundësi më shumë sindikatave t'i përfaqësojnë të punësuarit, gjë e cila është shumë e rëndësishme sepse në këtë mënyrë më shumë sindikata dhe të punësuar do të përfaqësohen në Këshillin Ekonomiko-Social. Kryetari i Konfederatës së Organizatave Sindikale, Marian Risteski, tha se këto ndryshime ligjore do të ofrojnë një zgjidhje më kualitative për sindikatat e vendit. Deputetët kanë propozuar një zgjidhje të mirë, që të ulet numri i përfaqësueshmërisë së sindikatave në 5%. Në këtë mënyrë, më shumë sindikata do të mund të marrin pjesë në Këshillin Ekonomik-Social, që ofron një zgjidhje më kualitative. Mendim të njëjtë nuk ndau edhe kryetari i lidhjes së sindikatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Slobodan Trendafilovski. I pyetur nga televizioni Shenja, ai thotë se kjo mënyrë e ndryshimeve të shpejta lidhur me këtë ligj po bëhet me qëllim që t'i mundsohet vetëm Konfederatës së Sindikatave të Lira të RMV-s të jetë përfaqësuese dhe sipas tij, kjo sindikat është shantazhuar dhe do të heshtë duke mos kërkuar rritje të pagave. Се само смета дека сите важни прашања за работниците или измена на законот за работни односи пред се треба да се разгледуваат на економско-социјалниот совет, каде што трите социјални партнери, владата, работодавците и синдикатите, ќе донесат заеднички став по однос на некакви предлог измени на законот. Се плашиме дека овие брзи измени на законот за работни односи за намалување на прагот за утврдување на репрезентативноста е само за да се удоволи на еден синдикат да стане репрезентативност, а тоа е Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, но уште повеќе се плашиме дека ваквиот начин на брза измена на овој закон значи уцена кон нив да молчат и да не бараат зголемување на платите, имајќи во предвид дека ваквата измена се прави исклучиво само за нив и за никој друг. Trendafilovski tha se presin që të marrin vërtetim lidhur me përfaqësueshmërinë e LSM-s, pastaj të thirret Këshilli Ekonomiko-Social dhe të diskutojnë rreth kërkesave të tyre për rritje të pagave. I pyetur se pse nuk ishte pjesë e takimit të sotëm, ai tha se LSM nuk merr pjesë në takime në të cilat merren vendime në dëm të punësuarve.